Sot kam ardhur në fshatin Dyrmish të Skraparit. 2 javë më parë, jemi informuar për një histori të vështirë. 2 fëmijë të vegjël, Zei dhe Arli, 3 dhe 5 vjeç. 2 fëmijë të braktisur nga krye familjari, babai i tyre. Për të mos mjaftuar kjo, nëna e tyre 3 muaj më parë ndroi jetë. Fëmijët ende nuk e dinë. Prej 2 javësh që e kam mësuar këtë lajm, gjatë gjithë kohës kam menduar se ç'po bëjnë këto fëmijë, kush po i mban, a kanë ngrënë apo nuk kanë ngrënë, si do të shkojë jeta e tyre. Këtu në këtë fshat duket sikur koha ka ndaluar. Këtu nuk ka as shkollë, këtu nuk ka as qendër shëndetësore. Madje, gjatë dimrit, ky është një fshat i izoluar. Kam ardhur për të takuar 2 fëmijët, për të kuptuar historinë e tyre më shumë, dhe më pas për t'ju treguar juve se çfarë do të ndodhë me to. Më mirë kuptoni pasi për mua do t'jetë vështirë, sepse njëkohësisht nuk duhet që fëmijët të marrin vesh që nëna e tyre ka ndruar jetë. Ato e kërkojnë, çohen natën, pyesin ku është mami. Dhe njerëzit që janë me to i thonë se mami është në qiell, i takon natën, edhe në mëngjes largohet për punë. Le të shkojmë së bashku. Do kujdesur për ju gjej në fund fare. E kujtoj nënën, ata se di se ka vdekur. Më ka lënë amanet. Ajo edhe kur vdiq nuk i dilte shpirti për ata fëmijë. Jam në një vend që është shumë vështirë, shumë keq është bërë. Baba e ka në burg se bën prapësira. Ai nuk është për fëmijët e tij, pa le për të tjerat. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë. Si kaloni, mirë? Si quhesh? Eugeta Gërmaj. Përshëndetje. Këtu janë fëmijët? Po. Si jeni? Si kalove? Si jeti? Mirë, faleminderit. Si jeni ju? Mirë. Lidhi fëmijët edhe paketoni çfarë gjëra do merrni me vete se do të ikim nga këtu. Ti je Zeja? Si e ke emrin? Joshua. Po ti mo? Arli. Kemi bëjt qik rrugë, jemi lodhë, kemi ardhë deri këtu. Po ta jap ty qesin se ty tako ta hapësh dherë. Hajde. Hajde, mirë se erdhët. Kjo është shtëpia juaj e re. Për këtë gest që ti ke bo, që ke marrë përsipër me rrit këto të 2. Po, faleminderit. Falenderoj shumë. Faleminderit. Falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Atje kemi sistemuar kuzhinën, shtëpia është komplet e restauruar dhe çdo gjë i ka të reja. Kemi dhomat e gjumit. Zai, da Arli, hajde! Kjo është një nga dhomat e gjumit. Kjo është një nga dhomat e gjumit, tani kemi dhomën tjetër këtu.
Ku kemi tualetin. Këtu kemi dhomën e gjumit të ndë Gerta. Kemi edhe dhomën e gjumit në hyrje të shtëpisë në krah të majë. Janë 3 dhoma e gjumit. Kemi edhe dhomën tjetër këtu, që është me një krevat marinar. Pra në total kemi 3 dhoma gjumi, që se cili nga ju të keni dhomat e ndara. Dhe kuzhina dhe çdo gjë tjetër këtu është e re. Keni edhe një balkon këtu. Gerta, ne do mundohemi që të trim afër. Edhe telefonin tonë do ta kesh të hapur. E di që nuk është e lehtë që trisësh gjithë o fëmijë, po të lutem, amanetin duhet ta çojmë deri në fund. Edhe për këto 2 ëngjë dihen se ne do të kujtohemi shpesh. Dhe dum që këtyre të 2-ve të mos i mungojë asgjë. Edhe uroj që ju të keni forcë, edhe tani të nisni një jetë të re. Kjo shtëpi është e re për ju, jeni afër qytetit, jeni qytet. Keni shkollën afër, keni punën nesër, keni spitalin, i keni gjitha afër. Faleminderit. Falenderoj shumë. Dhe të lutem, amanet këto 2 bukuroshat. Po. Faleminderit. Ta gëzoj shtëpinë. Gëzuar. Gëzuar Gerta. Gëzuar Arbër. Natë. Amanet që kene fëmijët. Fëmijët të në të benë me shtëpi të re sot. Amanet jo dukri.